Përshëndetje, nuk na kalon vera pa përgatitur dhe receta të ndryshme me pemët të cilat i kemi në stinë. Sot kam marrë pjeshka dhe do të përgatis një recetë shumë të mirë, të cilën do ta ruajmë për dimër. Pasi që i kemi pastruar pjeshkat të mirë, i ndajmë në feta të holla, kështu si në video, mund t'i ndani edhe në pjesë katrore. Kështu e përgatis recetën për sot, si me i rujt pjeshkat që me i pas edhe në dimër. Mos me ble. Tash në sezon i kemi edhe me çmime më të lira, edhe janë me shije më të mirë. Prandaj mundohemi që t'i ruajmë edhe t'i kemi për dimër të freskëta. Tash mbushim kavanozat. Ne në fakt po përgatisim komposto me pjeshka. Një recetë e lehtë që nuk duhet ta harrojmë. Kështu kanë vepruar gjyshet tona, edhe besoni që shumë më të shëndetshëm kemi qenë përpara se sa që jemi tash. Gjithçka të bleme dhe asgjë të përgatitur vetë në shtëpi. Në çdo kavanoz shtojmë 2 deri në 3 lugë të gjellës sheqer, varësisht sa sheqer doni me i shtu edhe çish ju i hani. 2 lugë mjaftojnë, por nëse doni mund t'i shtoni edhe 3. I mbushni me ujë të vluar, pastaj i mbyllim mirë me kapak. Uji gjithmonë duhet ta vloni kur përgatisni komposto, kështu ju qëndroni freskët edhe nuk ju prishet. Pasi që i kemi përgatitur, i kemi mbush kavanozat, tash sheqerin e tundim pak kështu me ujë, edhe këto kavanozat për me qëndru për dimër, edhe me u rujt deri në 1 vit, vazhdojmë edhe i vakumojmë. Gjithmonë vakumimin e bajmë duke i zier kavanozat në një tenxhere, ku kemi shtuar 1 letër përpjekje dhe pak ujë, edhe i lajmë 10 deri në 15 minuta që të vlojnë kështu në temperaturë mesatare. Pastaj i largojmë nga tenxherja edhe i apshtrengojmë kapakët edhe një herë, i mbulojmë, i lajmë kështu që të qëndrojnë tër natën të mbuluara. Në këtë mënyrë e ruajnë nxehtësinë edhe vakumohen. Këto kavanoza, nëse vakumohen mirë, nuk ju prishen, edhe për dimër i keni të gatshëm, të freskëta për me i hangër, po edhe ujin apo lëngun që e kanë lshu mundeni me konsumu, është shumë i shëndetshëm, kështu kena përgatitur recetën më të mirë. Edhe tash pra i kontrolloni, mos harroni gjithmonë, dhe në këtë mënyrë i ruani në bodrum, nuk ka nevojë me i ruajt në frigorifer. Kjo ishte edhe receta që kishim përgatitur për sot. Shpresoj se edhe kjo recetë ju ka pëlqyer, qëndroni me ne për edhe shumë receta të tjera. Mirëmbëjtje.